din për veprimtarinë e tij në Shqipëri? Për veprimtarinë e tij e di që mas 4 dite që ka fillu me regrutu grupet e studentave dhe të rive shqiptar në Tiranë, të ardhur prej Kosovës, e përditshmja Borba e Beogradit e ka nxjerr fotografinë e babit të pi cigare në zyre, edhe ka shkruajt në Shqipëri po përgatitet komand ushtarake. U Albaniu se sprema ratni komandos. E ke ditë serbishtën, Po, serbishtën e kom mësu edhe anglishtën, se babi gjithmonë ka thonë sa ma shumë gjutin, aq ma mirë është se i ka vyt edhe ati mandej me ndihmu si përkthyse. Edhe atë foto kur nuk e harroj, na kanë sjellë në shpe, në Prishtinë ishte mon e mami, babin me cigare, do me thonë ka qenë, utba ka qenë aq e fuqishme, sa që kanë arrit me e bo një foto shumë ofër, do me thonë, largësia maksimale ka qenë 10 metra. U ka një shpion aty? Po, absolutisht, se me mri mrena 4-5 dite. Ka mujtë me pas emnin edhe Radovan, po ka mujtë me pas edhe... Po me jashkru Dardan. Po, absolutisht. E me full Shqip, me bo fotografin. Po. Në Labinot edhe në Tiranë ka pregadit grupe. Po, edhe në Dajt. I ka pas bashkëpunëtorët, oficer të Shqipërisë, veprimtarë, që janë sjellë rreth tij. Unë kam pas fatin e mirë me taku edhe në Gostivar edhe në Tiranë. Dhe deri në vitin 1996 të punë ka bën. Po, absolutisht. Përgatitjen e grupeve, grumbullimin e armatimit, besa që kanë mujt e kështu. Në atë periudhë jetonit në Shqipëri apo këtu dhe lëviznit? Babi me mami në Shqipëri. Unë e vetë me kam qenë që kam lëviz, kam marrë këtu në shkollë, po edhe jam këthy, do me thonë kur kesh mundësi dikush, se ka qenë e rruga 15 orë, që e kam bo... E vështirë. Rruga e ferrit. E vështirë gjithmonë. Shumë e vështirë, po... Në atë ku, babi me, do me thonë, është li, do me thonë, ka kontaktu me ambasada, edhe ka pas raste që nuk ka pas besë, do me thonë, vetëm me mu ka shku, me përkthy anglisht. Mas shumë ti me anglez, po edhe me Amerikan, edhe me të tjerë. Po, të kujtohen të takime? Po, pa tjetër me... Çfarë kërkon të babaj, po themi para Amerikanëve, anglezve? Ndim për armatim. Se gjithmonë ka qenë shumë krenar dhe ka thonë që ne luftën do të me nis vetë, me bo vetë, kush në ndihmon, mirë se vjen. Mirë po, gjithmonë... Pa e nis, në asë bëhet jo punë. Si zoti i shtëpisë, pa u që unë kam, me gjithmonë kanë me bo darsëm. Çka është libri i bardhë? Libri i bardhë është fakte, si kundër përgjigje e gjitha librave që Serbia i ka bo. E kishte plasun dhe diplomaci. Diplomacinë ndërkombëtare, libri i bardhë është i vetmi libër që deri atëherë i botum prej Unikombit që e plason të vërtetën shqiptare për ambasadat e huaja edhe për të gjitha akademitë botërore që kanë qenë të furnizum jashtëmase me libra prej Akademisë Serbe. Ku në nxjerrin neve fajtor. Absolutisht. Na të shtypur, na fajtor. Po, deri sa prej korave ku na kanë nxjerrë edhe me besht. Gati sikur se sot. Po. Dojna me dalë fajtor na që kemi luftu për liri. Po, absolutisht se na miremi me pak me çështje më të vogla, nuk i kushtojmë rëndësi asaj të madhës, po merremi pak me mos ta thej. Kush i ka botu librat babait? Kush i ka përmbledh? Këto librat janë botu prej neve, do me thënë kemi mbledh gjitha dorëshkrimet. Ju fëmijë? Po, na fëmijë. Fëmijët e babit? Fëmijët e babit, po. Kurse Hysen Matoshi e ka bo monografin, e ka mbledh gjitha faktet edhe dokumentet, edhe njerëz të tjerë kanë shkruar libra, për shembull Meteor Lirie, edhe disa libra tjerë në botu për babin. Pastaj është edhe ky Alidema, Po, Sabit Alidema që ka bo Meteor Lirie, që e ka shkruar për të dytë. Po, Hysen Matoshi e ka bo në bazë të fakteve, vetëm fakteve që i ka mbledh në për arkiva dhe në për njerëz. Çfarë ju bën më shumë krenare kur mendoni për jetën edhe veprën e dy prindve tu? Të babait edhe të mamit. Sakrifica deri në vetë mohem, deri në vetë flim. Do me thonë, na mburremi që babin e kanë likujdu, edhe pse ka qenë në Tiranë, do me thonë,
na kanë ardhur letra dhe prej shërbimeve inteligjente amerikane dhe kështu që është vërtetu që është likuidu, edhe pse Tirana ka qenë ajo streha jone vetme, po Udba ka qenë shumë e fortë siç është likuidu e Merhadri në Bruksel edhe Tirana ka qenë shumë e Po pse babai është likuidu? Po, kështu na kanë konfirmu, do me thonë se në qastet e fundit jetës tij, do me thonë e kanë vërtetu që është helmu. Është helmu. Është helmu, po. Babai ishte vetëm atëherë në Tiranë, apo? Po, jo, ka qenë me vllahun, me motrën, me njerëz të tjerë, mirë po prapë se prapë kanë arrit me... Ndoshta ka qenë tentativa e katërt për ta likuidu. Për ta likuidu. Dhe e kanë realizu. Dhe e kanë realizu fatkeqësisht. Për të katërtën herë kanë arrit. Po nuk është ka pas shumë mbrojtje, ka pas njerë që janë për kujdes për rujtjen e tij, mirë po Shqipëria atër ka qenë e pushtume goxha prej Udbës dhe prej shërbimeve të huaja. Shërbimeve të huaja, sidomos prej Udbës edhe më herët, në atë periudhëve që thjesht është vërshu në e thot në vitin 97 se Sheli i dham 20 milion edhe nuk e arritëm qëllimin, ai bollu arrit qëllim gjithë ajo katrahur që ndodhe dhe në... E vërtet, e këthyn në luftë civile, po thuj se. Krejt kjo veprimtari e babit, edhe mamit se ishte... Edhe mamit, gjithmonë, absolutisht. Qa ka ndiku në fëmirin tënde, sot kur kthehesh edhe i mendon, e diskutoni me vlajnë, me motrën? Po, faktikisht e diskutojmë atë kohën, atë pjesën e familjes lumtur, do me thonë, unë e mbaj mend vetëm ato 5 vjetë, kurse ata i kanë edhe pjesë më të hershme, po, thonë që gjithmonë njerëzit si Halil Alidema, Okshin Hoti, edhe shumë të tjerë me shok, kanë shkatru familjet, do me thonë për me arrit atë qëllimin që kanë pas idealin në shpirt, për shembull, siç dihet, Okshin Hoti është i zhdukun, Adem Jashari ma është ka shku në altarin më të lartë të lirisë dhe tash kur e kujtojmë sikur nuk po na përmbush kjo Kosovë që aq shumë njerëz kanë dhënë shumë. Si e shikon prej Londrës këtë? Prej Londrës kom shumë shpresë. Prej Londrës së Tony Blairit. Po, edhe të Keir Starmer tash që po tregohet shumë i butë. Ne kemi pas fatin atër që kemi pas Bill Clintonin, Tony Blairin. Absolutisht, unë mbaj mend kur i kemi prit refugjat e parë, ka qenë një mrekulli. Ke prit më shumë që do të zhvillohet Kosova? Nga i kam shikimi prej... Kom prit që do të kemi më shumë bashkëpunim mes partive. Për unifikuar? Po. Amaneti i babit? Amanetin e babit, kom mendu që nuk do t'a bojnë fjallën 2, kur vjen puna të shteti i Kosovës, po fatkeqësisht kjo karriga pak shumë për afër zemrës. Nuk e kemi vetëm na si këmbë, e kanë gjithë popujt e tjerë, sidomos ata që kanë dalë prej një lufte edhe prej një izolimi siç kemi qenë ne. Megjithatë, gjithmonë njeri për vetin pret më shumë, shpreson më shumë. Megjithatë, e ka dëshirën më të madhe. Absolutisht. Shpresën. Megjithatë kemi ecë mirë, po ka vend edhe për më mirë. Edhe për më mirë. Sot kur i rikujton gjitha këto, Ylka, cili emocion është më i fortë? Dhimbja apo krenaria? Edhe si dëshiron që historia ta kujtoj edhe brezat që vinë Halil Alidemen? Ma shumë krenaria, se ne gjithë jemi të vdekshëm. Po ai ka arrit me vu jetën e vet edhe emrin e tij ka arrit me vu një ndër emrat e Panteonit Liris, që historia ka me e pas gjithmonë me vete, edhe ka me u fol për të gjithmonë se gjithë jetën ja ka kushtu asaj më sublimes që ka qenë liria e Kosovës, edhe krenaria gjithmonë, pavarësisht që e ka rënu atë fëminin edhe rinin time në atë aspektin se unë komet 17 vjeqare pa shtyllën e familjes, pa babën, edhe po gjithmonë kur më ka thonë bab, na jemi të përkohshëm, veç Kosova është e përjatshme.
me mdoja që nëse ti arrin me bo diçka për venin tënë, nuk ka lidhje që ndodh me ty, personalisht, se ti ki me vdek një ditë, si do qoftë. Veç Kosova është e përjaqshme, babë, mos harra, veç Kosova është gjaku jonë që s'fale. Edhe t'il do të mbetet, Amen, shpresojmë. Ja u përcjell fëmijëve këtu? Po, shumë. Unë i kam 2 nipa, do me thonë 2 djemt vllaut edhe 2 djemt me, ka dash Zoti veç pushk. Edhe janë shumë krenar, edhe janë shumë të gatshëm në çdo moment, do me thonë për çdo imëci për Kosovën gjithmonë, se e kanë për mburje edhe për krenari nga të dy anët me dhonë jetën edhe gjithë çka kanë për Kosovën. E kemi edhe këtu në studio dhe dua t'i përshëndesim. Mendoj që vula e gravura jetësore në shërbim të lirisë që ka lënë babai e bën absolutisht se herojt, dëshmorët e kësaj natyre kanë veç një lindje. E vërtet. E bën që të jetë prezent në rrëfimet më të mira për atë që është më sublimja për lirin. Fakt. Edhe se të jetë një jetë, kështu do të kujtohet, sigurisht. E vërtet. Para disa vitesh, në një përvjetor, kam dëgju një këngë shumë të bukur, që kanë këndu Ilir Shaqiri dhe Shkurte Feza. Po, fakt. Dhe në realitet, kur po pregaditesha për prezencën tuaj këtu, kur po pregaditesha për këtë emision ku thjesht do ta kishim një margaritar figurën e Halil Alidemes, me Platorin kemi bërë një këngë dhe kam dëshirë që të qëndrojmë bashkë në skenë, unë ta këndoj dhe ta këndoni ju bashkë me mua. Po, këngën e Ilir Shaqirit. Ja, këngëreja. Po, bje mirë, faleminderit shumë. Kam thënë se kam e pas një befasit mirë. Faleminderit shumë. Dhe do t'jemi lumtur që kam një këngë për Halil Alidemen. Shumë faleminderit, respekte. Yll ka ishte knasi që t'kisha Shumë musafire. faleminderit. Na ke rrëfy shumë bukur, kronologjikisht, na ke nxjerrë të gjallë herojnë e kombit. Shumë faleminderit, respekte për mundësinë që ti kthej ato ditë, ato vuajtje, po që janë gjithmonë të ëmbla për venin tonë. Nga rrëfimi yt, të gjithë ata që do ta shohin të emision, do ta njohin të gjallë herojnë e kombit, magjistër Halil Alidemen. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Kush është ajnë balta të dheut, drite mendje zë guxin burri, vjeshte vonë zhardhjet e tet, syte zemrën pal flamuri. Kush është biri kësaj toke, si u përkull kur s'tu his, me te ute në vaj shqiptare, për nderin e liris. Po këndoj me zemër për një qëllim pa shputur kombit ton sa her i vjen liria. O linde burri veut, o Halil Alidemen, ball ku që zi, në balta dheut janë e jemi pare, bashkim për jetësi, kombi shqiptar. Lidhja jonë për të vërtetën ronë në çdo kujtim, se atë dheu nuk shuhet kur, sa ka zemra që besojnë, ti e fjala, ti e besa që na ngren, na bashkon. Po këndoj me zemër për një qëllim pa shkutur kombit ton sa her i vjen liria. O linde burri veut, o Halil Alidemen, ball ku që zi, në balta dheut janë e jemi pare, bashkim për jetësi, kombi shqiptar. Sa herë thret kjo tokë, ne ngrihemi
Çfarë surprize, faleminderit shumë, shumë faleminderit, respekt, shumë faleminderit. Faleminderit.